Selam aleikum. Aleikum selam. Unë lexoj domethënë libra të Kuranit në këto, po për më fal, domethënë këta e kum bën jetën, po diçka që më pengon që nuk mundem më fal sabajin edhe akshamin e kom pa tjetër, meqense edhe ku punoj, aty vazhdimisht ata falen. Po e qartë. Selam aleikum. Selam tullah. Se për këtë asaj që lexoj Kur'an dhe nuk falem, vallahi shumë interesant. S'ka faqe në Kur'an që nuk thot falni namaz. Gati, çdo faqe në Kur'an thot iqimu sala. Falni namaz, ata që falin namazin, ata që namaz. Ndin gjurnie ku lexon çdo faqe e thot me thi namaz, edhe pat I reziston gjitha këtyre thirrjeve jet pa u fal. Duhet bagi njëri me kon, po them këto është I fort përballë këtyre thirrjeve të vazhdueshme me mbet rezistent ndaj këtyre thirrjeve mos më fal. Pse nuk falesh? Sabajin e akshamin. Mirë, sabajin e akshamin janë 2 namaze, e 3 tjera. Unë të këshilloj që dëgjosh ligjërata për namazin. Të dëgjosh ligjërata që flasin për namazin. Çka ndodh që nuk falesh? Arsye që ti përmend pse nuk falesh, a janë arsye të pranueshme? Dëgjoj ligjëratat që janë caktuara për namazin. Lexoj libër për namazin. Përsa namazi është në libër shumë e mirë. Nëse atë çka dy namazi, rreziqet nga praktikja e namazit. Kuptoje drejt se nuk bën me lë namazin. Nuk bën me lë namazin në asnjë rrethon. Nëse shikoj Allah xhallahu ala e ka bërë obligim abdesin para namazit. Po s'ka ujë, me dhe. E falet njëri ungjën, e falet njëri shtrir, e falet lidhën, e falet luftë. Në çdo situatë edhe nuk e lë namazin. Për shkak të rëndësisë së madhe që ka namazi. Andaj duhet me kuptu këtë rëndësi vallahi dhe mos me neglizhu këtë obligim. Mos marr këtë punë si lloj, s'po them hajgare, por mos marr këtë punë kaq thjesht valla. Valla s'falna. Subhanallah. Pa diçka të mos më fal. Pa duhet që të vëdësohemi. Kam fol disa herë për këtë çështje edhe në këtë emision, por në raste të tjera dhe xhallar vazhdimisht flasin për këtë çështje. Duhet të vëdësojmë, duhet ta kuptojmë se nuk bën pa namaz. Nuk bën. Dhe kam përmend disa herë, mos prit me lon këtë gjunohet e më fal. Atëre namazi është për milion gjunohet. E jo e kundërta. Dikush po çish më falën hala shumlu, po falë më. Falë edhe pse shumlu falë. Po na çish më falën hala punoj me raki. Ata që punoj me raki haram e ki, po bile falë, zbote pakit haram. E kështu më radhë. Çfarë do të gjunohet që e bën? Nuk ka arsye pse s'falesh. S'ka arsye. Falo dhe falo. Se kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka porositur gjatë tërë jetës së tij dhe ka vdek I dërguari sallallahu alaihi wasallam në buzën e tij të bekuar ka qenë fjala as-sala o metjam fal namazin. Kështu ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Garancia e madhe që ka namazi. Mi fal 5 vakte. Mi fal 5 vakte tash, që tashti, kushdo që po më dëgjon. E nuk I fal 5 vakte tash për hir të Allahut pendau. Që tash. Thuaj tash po vendosi për hir të Allahut xhallahu ala mi fal 5 vakte. Dhe kur ndash zoti s'ka më lën. Që tash vendos. Mos e nga shejtanin, po prit e nuk e di, s'ka çka prit. Tash fillo, mos lejo asnjë hamendje, asnjë vezvese me mbjell shejtanin zemrën tonë. Kurrë mos le. Hiç. Ki gjunohe, ani namaz me namaz largon ato. Ki të këqia, namazi inshallah ato I eviton I shkatron. Ki probleme, Allahu të ndihmon me namaz me të kalu. Ki burçe, sprish punë, me namaz ato inshallah bi idhnillah shërohen. Ke çka ki me namaz. Nuk ka pa namaz. Po nuk I di hoç lutet të mësoj. Sprish punë, pa lutje falo. Mësoj elhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, që të mësoj, vetëm që të falo. Po ashtu nuk e di, ti të mësoj. Falo edhe ditë mësoj shto. Mos prit me mësoj elhamin, falo. Thuaj Allahu Akbar, re subhanallah, shkon në ruku subhanallah, në sejtë subhanallah, veç me subhanallah falo dhe falo. Mos e lë namazin, mos e lë. Prej sonte, për hir të Allahut mos e lë namazin. Çdo kush që po na ndëgjon, unë të gjithë po I drejtohem, të gjithë pa përjashtim. Po I drejtohem, mos e lë namazin. Qoftë mashkull apo qoftë femër. Çka do qofsh? Nëse je musliman, nëse je muslimane, për hir të Allahut të madh mos e lë namazin më.
për hir të Allahut, për hir të besimit në Zotin, pendohu që tash, mos e lë namazin më kurrë. Pse kjo është vepër e madhe. Vallahi namazi punë e madhe, punë e madhe është namazi. Duhet ta kuptojmë drejt, mos ta lëmë kurrë namazin. Tash pendohemi, të gëzohemi me këtë namaz. Ta gëzojmë Allahun xhallahu ala me pendimin ton. Allahun e madh lësë të gjithë ata që nuk falen, Allahu xhallahu ala i udhëzoi që të falen.